Mario Mitaj ka lënë pas plotësisht dëmtimin teksa u rikthye titullar mbrëmjen e dieshme në duelin Al Ittihad Al Riyadh ku skuadra e shqiptarit triumfoi me rezultatin 2-1. Duket se rikthimi i Mitajt i ka sjell fat Al Ittihadit që kryeson renditjen me 61 pikë në 25 ndeshje, 7 më shumë se Al Hilali i vendit të dytë që ka edhe një ndeshje më pak. Skuadra e mbrojtësit të kombëtares është duke marshuar drejt titullit kampion. Al Ittihadi vinte në këtë përballje pas 3 barazimesh radhazi teksa u rikthye te fitoria në mënyrë dramatike. Diaby zhbllokoi sfidën në minutën e 55 ndërkohë që Bajesh barazoi shifrat në minutën e 81. Për golin e fitores mendoi Al Shehri në minutën e 101 teksa shënoi me penalti. Për sa i përket Mitajt, ai u aktivizua si mesfushor teksa qëndroi në fushë një pjesë. Shqiptari kishte qenë pjesë e Al Ittihadit për herë të fundit në datën 1 shkurt duke u dëmtuar në ndeshjen e kampionatit dhe duke mos qenë më pas i pranishëm në radhët e ekipit prej më shumë se një muaji.